Finalizohet operacioni i koduar Siguria 2 për rritjen e parametrave të sigurisë dhe parandalimin e ngjarjeve kriminale. Sekuestrohen 2 armë zjarri pistolet, 1 granat, municion luftarak, 4 jelek antiplumb, multifunksional, 1 automjet dhe 2 celular. Vjet në pranga 38 vjeçari që i posedonte shtetas me precedent penal për krime kundër personit. Ai u kap në flagrant nga policia në Imar duke qarkulluar me automjet me pistolet me fishek në fole dhe me granat. Si rezultati i kontrolleve të shtuara në territor në kuadër të masave për rritjen e parametrave të sigurisë, parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale, shërbimet e Komisariatit të Policisë Imar në bashkëpunim me shërbimet e sektorit të forcës së posaçme Shqiponja të Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, organizuan dhe finalizuan operacionin e koduar Siguria 2. Në kuadër të këtij operacioni u arrestuan flagrant shtetasi EH 38 vjeç, banues në Vlorë me precedent të mëparshëm penal për krime kundër personit. Ky shtetas u ndalua nga shërbimet e policisë ndërkohë që qarkullonte me automjet në zonën e quajtur Kthesa e Pilurit në Himar. Pas ndalimit të automjetit gjatë kontrollit në çantën e këtij shtetasi, shërbimet e policisë gjetën 1 armë zjarri pistolet me krerë të mbushur me fishek dhe 1 granat. Në vijim gjatë kontrollit në banesën e 38 vjeçarit në Vlorë, shërbimet e policisë gjetën 1 armë zjarri pistolet, krerra, municion luftarak, 2 jelek antiplumb dhe 2 jelek multifunksional. 2 pistoletat, granatat, krehrat, municion luftarak dhe 4 jelekët antiplumb u sekuestruar në cilësinë e provës materiale bashkë me automjetin dhe 2 celular. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme për veprat penale, mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve, armëve shpërthuese dhe municionit dhe mbajtja pa të drejtë e uniformës.